Por pyetja që shtrohet është se çfarë vjen pas muajit të begatë të Ramazanit. Se si është jeta e një besimtari pasi ka përfunduar një stin, një muaj kaq i rëndësishëm adhurimi. Çfarë ndjen besimtari pasi Ramazani ka përfunduar? Sigurisht Allahu na mëson Kur'anin famulart. Na flet për besimtarët ku thot walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ata të cilët japin, thot Zoti i madhëruar, për asaj që ne i kemi dhënë. Dhe sërish zemrat e tyre janë të trembura, janë të drithëruara se ata do të kthehen tek Zoti i gjithësisë. Aisha radiallahu anha i tha, o pejgamberi Allahut, kush janë ta njerëz? A mos janë ata që janë neglizhent ndaj adhurimit të tyre, ata që bëjnë punë të këqija, ata që grabisin, ata që vjedhin pasuritë e njerëzve të tjerë? I tha, la ya binti Siddiqa. Jo, o vajza e të sinqertit, e të drejtit, vajza e Abu Bekrit radiallahu anhu, nuk janë këta, thot. Janë ata që falen, ata që agjërojnë, ata që bëjnë vepra të mira dhe sërish friksohen se a janë të pranuara veprat e tyre tek Zoti i gjithësisë apo jo.